Partit në pozit për afro 20 vjetë të kaluara nuk e kanë pas në qendër të tyre, mirë po ka qenë vetëm puna dhe politikat e përshtatshme për një grup të vogël interesash. Ne e dim që varfëria është pasojë të thotë mungesës ose mos zhvillimit të mirëfillt ekonomik. Ky mos zhvillim ekonomik prej ardhjën e ka prej shumë dekada të qeverisjes së keqe, specifikisht të mungesës së investimeve në ekonomi, të mos seriozitetit sa i përket mirëqenies së qytetarëve, si dhe të proceseve të tjera të dëmshme, sikurse kanë qenë procesi i privatizimit, procesi i politizimit të skajshëm të ndërmarrjeve publike, mos stabiliteti si dhe mos serioziteti në aspektin e menaxhimit të financave publike dhe në fund të fundit është fakti që partitë në pozitë të cilat kanë qenë për afro 20 vjetë të kaluara nuk e kanë pas në qendër të tyre mirëqenien e qytetarit, mirë po ka qenë vetëm puna dhe politikat e përshtatshme për një grup të vogël interesash, specifikisht të veta të ndërlidhura me aspekte të tjera biznesore. Pra, të gjitha këto së bashku, si dhe veç e veç kanë ndikuar që të shkatërrohet ekonomia, të shkatërrohet të mos ketë investime të mirëfillta në infrastrukturë, specifikisht në atë të prodhimit, të shkatërrohet kapacitetet e prodhimit që ne i trashëguam me njëherë pas luftës, nëpërmjet një procesi të dëmshëm të privatizimit, si dhe mos zhvillimi i kapaciteteve njerëzore brenda Kosovës. Gjitha këto janë veprime për cilat pasojë e kanë varfrinë.